Personi në foto është Bujarçela, 52 vjeçari që u ekstradua sot nga Milano i akuzuar nga gjykata e posaçme për trafikim të lëndëve narkotike dhe pastrim parash, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Bujarçela njihet si truri financiar në organizatën kriminale të fortit të Elbasanit Suelçela. Gazetaria Tleva Delia jep më shumë detaje për ekstradimin e Bujarçegës, i njohur ndryshe edhe si krau i djathtë i Suelçelës. Gazetaria thotë se Marcel Shega është emri i vërtet i Bujarçegës, ndërsa thekson se ishte edhe personazhi kryesor që bënte pastrimin e parave. Përveç kësaj, Bujarçega ishte edhe në shërbim të organizatës. Marcel Shega është emri i vërtet i Bujarçegës dhe është pronar i dy kompanive. Flitet si personazh kryesor që bënte pastrimin e parave të grupit të Suelçelës dhe dyshohet edhe për përfshirje të aktivitetit të tij edhe në një grup tjetër. Përveç faktit që thuhet se kishte fituar tender për pastrimin e qyteteve dhe nëpërmjet tyre bënte pastrimin e parave, në një bisedë ka dalë që Suelçela i kërkonte të zbulonte edhe situatën me trafikun e drogës përveç pastrimit parave. Pasi kishte rol edhe në shërbim të grupit të organizatës, vetë Suelçela ishte në kërkim dhe për një dosje tjetër dhe u ri shpall në kërkim. Ka edhe persona të tjerë që nuk janë arrestuar ende dhe që ndiqen në gjendje të lirë, thot gazetaria. Teksa flet për marrëveshjet e ekstradimit, Delia thot se fakti që një personazh i shumë kërkuar ekstradohet, kjo tregon një arritje për drejtësinë shqiptare. Momenti kur një personazh i kërkuar ekstradohet është një arritje për drejtësinë shqiptare, përfundon ajo.